Përshëndetje miq. Në minutat në vijim ju ftoj të qëndroni në shoqërinë e ciklit Histori tifozësh. Në këtë program do të njiheni me historinë e tifozëve të skuadrave të derbit të kryeqytetit. Përkatësisht Tirana, Partizani dhe Dinamo. Për këta tifoz, skuadra e zemrës janë një pjesë e pandare e jetës së tyre, shpesh e shndruar në një mënyrë jetese. Sot do të njihemi me Trevisën, një tifoze e Partizanit dhe historia e saj e tifozerisë. Le të njihemi menjëherë me Trevisën. Treviza Tufa, 22 vjeç, ka mbaruar studimet për gazetari dhe komunikim në nivelin bachelor në Universitetin e Tiranës në vitin 2019. Prej 3 vitesh, Trevisa ushtron profesionin e gazetare sportive në RTS Sport. Trevisa banon në Tiranë në lagjen Ali Demi. Historia e saj e tifozerisë i ka fillesa 19 vjet më parë kur ajo ishte vetëm 3 vjeç. Por si filloi kjo dashuri për futbollin e mos specifikisht për Partizanin në një moshë kaq të hershme? Cilat kanë qenë ndikimet dhe shtysa drejt kësaj tifozerie të zjarrt? Këto përgjigje për ju do t'i sjelli sot Trevisa në Histori tifozësh. Unë jam Trevisa Tufa dhe dashuria ime është Partizani. Historia ime e tifozërisë daton 19 vite më parë, kur unë isha 3 vjeç dhe shiha skuadrën e Partizanit me babain tim në stadium. Kam qenë shumë e vogël, por më kujtohet një moment që babai im më mbante në krah dhe festonte si çmendur me mua. Më pas, Partizani kaloi disa peripeci që zbriti në disa kategori të parë, kategori të dytë, dhe unë dhe babai im u shkëputëm për disa kohë nga stadiumi. Në momentin që unë u rrita dhe kuptoja që doja të rikthesha sërish në shkallët e stadiumit, ka qenë kur Partizani ishte në kategori të parë. Në atë periudhë kam qenë në gjimnaz, rreth moshës 15 vjeç. Dhe aty filloja ta doja akoma më me shumë siguri Partizanin, pasi kisha lexuar historikun, isha më e informuar për gjithçka në lidhje me Partizanin, mbi tifozërinë. Edhe pse ishte në kategorinë e parë, unë vazhdoja ta doja njësoj si kur isha e vogël. Më kujtohet një ndeshje që kam parë pa babin, ajo ka qenë ndeshja ime e parë, ka qenë në stadium derbi kundër Tiranës. Partizani ishte viti i parë që ishte kthyer në kategorinë superiore. Dhe atë ditë unë isha në shkollë, dhe i kisha shkollën pasdite dhe unë i kërkoj zyshës time leje dhe më duhet të iki në shtëpi sepse jam smur, ndërkohë që i mat ishte në punë dhe nuk e dinte se çfarë do të bëja unë. Dhe unë marr një shoqe dhe vi në stadium, ka qenë stadiumi që është tani Air Albania, më përpara ka qenë Qemal Stafa. Vi këtu dhe marr 2 bileta, ndërkohë i mat ishte përballë meje dhe ishim jo më larg se 1 metër dhe ai nuk më sheh. Unë jam tifoze e Partizanit prej 19 vitesh. Për herë të parë në stadium kam qenë në moshën 3 vjeçare kur babai im ka marrë për të parë ekipin e Partizanit, edhe pse jo në çdo ndeshje pasi isha e vogël. Dhe më merr në telefon dhe më thot: "Babi, çfarë po bën? Hiqitem, unë jam në shkollë, kam edhe 1 orë dhe pastaj do iki në shtëpi." E mirë, thot, në rregull, unë kam marrë të stadiumit se kam disa punë, thot. Në rregull, i them, ai nuk e kishte fare për të parë ndeshjen sepse ishte me punë. Ajo ishte ndeshja e fundit që Tirana fitoi, sepse më pas 5 vite e gjys ajo nuk njihte më asnjë fitore kundër Partizanit. Megjithatë, pjesa tjetër ishte kur unë dola nga stadiumi dhe marr babin dhe them: "Babi, ku je?" "Jam në stadium", thot. I them unë: "Hajde më merr se sapo dola dhe jam shumë e mërzitur." "Si?" thot, "Ti ishe në stadium dhe unë nuk e dija?" Babi, them, "Do vish se nuk jam mirë tani." Edhe në atë moment takoj babin dhe nuk e kishte mendur që të më bërtiste, po thoshte: "Si humbëm?" Dhe gjithkohë në shtëpi
Demi është një lagje e njësisë administrative 1 dhe 2 në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë. Lagja ka marrë emrin e heroit të popullit Ali Demi, një hero i luftës së dytë botërore. Rruga kryesore që kalon përmes kësaj lagje mban të njëjtin emër. Lagja Mihal Grameno konsiderohet si fqinje kufizuese e lagjes Ali Demi. Lagja Ali Demi është një nga lagjet më të vjetra të Tiranës. Edhe kjo lagje ndër vite ka kultivuar grupimet e veta të tifozërisë si për derbin e Tiranës, ashtu edhe për futbollin mbar shqiptar. Nëse do të ndaleshim tek derbi i kryeqytetit, në lagjen Ali Demi evidentohen dy grupe kryesore tifozërie, tifozët e Tiranës dhe Partizanit. Rivaliteti midis këtyre dy grupimeve të tifozëve ndihet edhe brenda kësaj lagje. Megjithatë, përveç vargjeve të këngëve që tifozët i dedikojnë njëri tjetrit, asnjë incident nuk është shënuar nga tifozët e lagjes Ali Demi. Mami po bërtiste se nuk e dinte fare, ishte bërë merak se ku kisha qenë edhe thoshte ku ishe, si ike vetëm, ndërkohë që unë dhe babi i thonim të lutem na lër të shet se kemi hallin e ndeshjes tani se u rrahën. Po kaloi domethënë kur duke parë që Partizani vazhdoi më pas me ecori pozitive. Partizani për mua është gjithçka. Një derbi tjetër ka qenë po në atë vit, sepse ka qenë derbi i fundit, Partizanit, dhe unë isha e ftuar në disa studio televizive dhe tek ajo e mëngjesit, pasi mbarova punë, sapo mbarova intervistën, më theke dhe them do iki të bëj një tatuazh. Asnjë nuk e dinta, isha vetëm unë, marr një kushuririn tim telefon dhe i them shiko, unë dua të bëj tatuazh për Partizanin, edhe është PMTP. Dhe ai që më thotë, je mirë, thotë, e di njëri këtë tatuazh, isha 16 vjeç. I them unë jam shumë mirë, i them po do iki, do ta bëj. E bëj tatuazhin, edhe më pas dite isha në një studio tjetër e ftuar dhe e kisha hequr qesen e tatuazhin, ndërkohë që kamera kishte kapur tatuazhin tim. Babi kishte parë aty, nuk më thot asnjë gjë. Shkojmë në stadium pas derbit dhe aty bën gol Tirana, më pas barazon Partizani, shënon edhe golin e dytë Partizanit dhe në golin e dytë të Partizanit, nga që ishim aq shumë të gëzuar me njëri tjetrin, një mat, edhe pse unë isha e madhe në moshë, më ngren në krah, si të isha një fëmijë i vogël, edhe më ngren kështu dhe vetëm festoj me njëri tjetrin. Skuadra e futbollit Partizani e ka zanafillën menjëherë pas çlirimit të vendit. Kjo skuadër u krijua nga të rinj partizan të divizioneve të brigadave të ushtrisë nacionale çlirimtare. Ishin dy divizione pjesëmarrëse në kampionatin e parë të kategorisë së parë të pasluftës të vitit 1945. Ylli me qendër në Shkodër dhe Liria me qendër në Korçë. Këto dy skuadra ushtarake do të merrnin pjesë vetëm në kampionatin e parë, pasi në vitin 1946 dy skuadrat u shkrinë në një të vetme, duke krijuar kështu ekipin kryesor të skuadrës ushtarake, e cila mori emrin Ushtria. Më 13 janar 1946, ekipi zhvilloi takimin e parë miqësor ndaj kampionëve të vendit të vitit 1945, Vllaznia. Ndeshja u zhvillua në Tiranë dhe u mbyll me rezultatin 0-0. Skuadra e cila kishte luajtur me emrin Ushtria u paraqit për herë të parë me emrin Partizani në bluzat e lojtarëve në 7 prill 1946 në takimin kundër 17 nëntorit të Tiranës. Partizani fitoi me rezultatin 2-0. Shënuesit ishin futbollistët Osman Pengili dhe Qamil Teliti. Në kampionatin kombëtar të kategorisë së parë të vitit 1946, Partizani nuk kishte pjesëmarrës. Skuadra zhvilloi një turne në shumë qytete të Shqipërisë për të arritur konsolidimin e ekipit, por edhe për të parë nga afër futbollistë cilësor të këtyre qyteteve. Për herë të parë në historinë e saj, skuadra Partizani mori pjesë në kampionatin kombëtar të vitit 1947. Po në këtë vit
u shpall kampion kombëtar, titull që e mbrojti edhe në kampionatet e viteve 48 dhe 49. Partizani fitoi edhe 2 kupa të Shqipërisë në vitet 1948 dhe 1949. Skuadrën e ka drejtuar trajneri i shquar Slave Lambi, i cili ishte gjithashtu edhe futbollisti i skuadrës. Ndër rezultatet më historike, ekipi i Partizanit krenohet me të vetmin trofe ndërkombëtar në historinë e skuadrave shqiptare, Kupën e Ballkanit në vitin 1970. Pas rënies së komunizmit, Partizani ka fituar 4 herë trofeun e Kupën e Shqipërisë dhe në vitin 2019 u shpall kampioni i Shqipërisë për herë të 26. Kam shumë histori me derbit dhe kur një rast tjetër ka qenë me një shokun tim, shoku im i ngushtë prej shumë vitesh që nga klasa e 3, dhe ai nuk ishte lidhje fare me Tiranën ose me Partizanin, thjesht ajo gjëja që do të më ngacmonte mua dhe në një derbi tjetër më vjen në klasë me fanellën e Tiranës. Dhe unë e shoh e them, çfarë është ajo që ke vesh? Po kjo është fanella Tiranës dhe fillon këndon. Si i them unë? Të lutem hiqe, i them, se ja them me të mirë, jo e dhunshme. Jo, thot, nuk do ta heqësh, i them, apo ta heq unë. Ja kam fut një shpull që nuk akoma më dhem dora realisht edhe sot e kësaj dite, dhe ai që vetëm ngeli kështu. Ç'a bën them, do ta heqësh i tash apo ta heq unë? E hoqi i shkreti dhe tha në rregull, tha unë që sot e kësaj dite nuk do të merrem më fare me ty. Në atë ndeshje kishim prap derbi pas dite dhe Partizani fitoi. Ka fituar 2-0 në mos gaboj, ka qenë viti 2017. Po, dhe i them që e shef se kush janë fituesit e kryeqytetit, kështu që vetëm Partizani është ekipi i kryeqytetit. Dhe u mbyll pa shumë debate ai moment. Rivaliteti i dhunshëm, unë jam kundër kësaj gjëje pasi nuk mendoj se dhuna të sjell diçka të mirë. Të paktën në derbit e kryeqytetit Partizani Tirana kemi parë jo pak herë që tifozërit të kenë probleme të tilla, por kjo nuk është as pak gjë e mirë pasi mendoj që gjithçka duhet të mbetet brenda shkallëve të stadiumit, sepse në fund të ditës ne jemi të gjithë miq me njëri tjetrin, ne jemi kushërinj, ne jemi shok, jemi vëllezër, dhe është çfarë do ofendosh ti për shembull, se si do godasësh vllajën tënd, do ofendosh vllajën tënd, se kështu i bie. Tirana është, jo vetëm Tirana, por Shqipëria është një vend shumë i vogël dhe do hasemi një ditë me njëri tjetrin edhe nëse ne nuk jemi miq apo të afërt me njëri tjetrin. Kështu që duhet i themi stop dhunës dhe duhet të zbukurojmë futbollin vetëm me tifoz dhe me ato kore që tifozërit ose gjërat e bukura që na dhurojnë në çdo ndeshje në shkallët e stadiumit. Një moment tjetër që unë kujtoj ka qenë operacioni i babait tim. Ka qenë momenti më i dhimbshëm për mua, pasi madh duhet të bënte një transplant në veshka. Edhe nuk e di, ishte derbi 3 ditë përpara se ai të operohej. Ai ndodhej në spital bashkë me hallën, sepse halla ishte dhuruesja e veshkës. Dhe ishte i lezetshme fakti se halla ime është tifoze me Tiranën, ndërsa babi është me Partizanin. Dhe unë ditën e derbit i çoj në spital shallin e Tiranës, shallin e Partizanit dhe fanellat të divishen.
dhe bëj një foto. Dhe ma nisin mua që shiko, dhe unë që i them babit, e di veti se qa do t'i bësh halës. Jo, thot babi, se nuk ka problem, thot. Se duhet ta ndajmë paqe, se sa t'mjapi veshkën, pas të mbrapa, le t'mbyllet ndeshja. Pas të më thot që dua t'i thuash çunave që luftoni sa më fort, se kjo ndeshje duhet fituar. Partizani ishte për titullin kampion atë vit. Unë shkoj në stadium dhe që në momentin e parë që kam hyrë, kam marrë timat në telefon, edhe ishte moment shumë i vështirë realisht për mua. Dhe i them që, babi them, jam në stadium, kështu që dhe doja të shifje pak ndeshjen, e mora me kamer. E tregoja her pas here, merja dhe hallën nga ana tjetër. Ndeshja u mbyll 0-0, gjithsesi ishte në favor të Partizanit. Ky ka qenë moment shumë i vështirë, pastaj Mat u operua dhe nuk doli dot nga shtëpia 2 muaj. Dhe unë gjatë kësaj periudhe i kam ndjekur ndeshjet e mia vetë në stadium. Shkoja vetëm, edhe pse Timate merja gjithmonë para ndeshjeve dhe i thoja që është stadium, mungon ky, luan ky, është çdo gjë informoja për para ndeshjes ose i tregoja tifozët. Më pas ishte derbi në janar, në maj, nëse Partizani do të fitonte kundër Tiranës atë ndeshje, ne shpalleshim kampion pas 26 vitesh. Dhe unë i them Timat që babi ti sot duhet vish në stadium me mua. Ti sot duhet vish, duhet t'jesh në stadium, nëse humbim nuk ka problem, nëse barazojmë, po ti duhet t'jesh në atë stadium me mua. Edhe sikur të ma ndjente zemra që Partizani realisht do të fitonte. Edhe unë shkoj me babi në stadium. Goli i parë shënohet nga Tirana. Ishte një moment që nuk aq shumë u mërzita se të fitosh, doja shumë, jo vetëm të fitoja derbin, po doja ta fitoja kundër armikut, rivalit përjetshëm. Edhe në fushë të atyre, në stadium të atyre, ishte shumë e rëndë për kundërshtarin dhe e doja shumë që ajo derbi të fitoj nga ne. Emocionet që kam përpara dhe gjatë një ndeshje realisht janë shumë të forta. Pasi unë jam mësuar që e kam parë Partizanin dhe si tifozë dhe pavarësisht se unë tani jam gazetare, nuk mund ta heq këtë pjesë. Përpara ndeshjeve ndonjëherë jam e qetë, por përpara derbit një javë përpara nuk më zë gjumi dhe mendoj se si do shkoj ndeshja, si do dalim, sa që ka rast të them a mund të kem diçka që të flej atë ditën e derbit dhe të zgjohem vetëm të marrë vesh rezultatin, por pastaj mendoj që do humb gjë më të bukur, pasi derbi për mua është realisht një nga gjërat më të bukura në futbollin shqiptar. Ndërsa gjatë ndeshjes janë gjithmonë në emocione, në presion, them hë si do shkoj, hë do shënojnë, hë pse të shënojnë, hë pse posuan. Janë emocione që realisht nuk mund të përshkruan me fjalë dhe vetëm tifozët mund ta kuptojnë këtë gjë. Shënohet goli i parë dhe u mërzita, po në atë moment trajneri Skënder Gega hedh në fushë Çinarin, Eral Çinarin, dhe Çinari shënon 2 golat e fitores. Kthen ndeshjen 2-1. Dhe kur deri në moment fundi kisha më atë frikën që do humbim ose do barazojmë, se nuk i di, derbi është një ndeshje që nuk njeh rezultat dhe mund të kthehet ndeshja brenda minutave. Dhe isha gjithkohon që dhe në momentin që ka rënë Bilbili, e i fundit për të mbyllur takimit, të gjithë tifozët hynë në fushë, dhe sa unë kam kërkuar vetëm Timat, kam kaluar atë të gazetarit dhe vetëm e kam thot babin, dhe i kam thënë jemi kampion. Dhe ai që unë nuk mund të afrohesha shumë sepse ai ishte me maskë, sepse nuk kishim frikë se mos merrte ndonjë infektim për punën e veshkës dhe gjëra do ktheheshin përmbys. Ka
qenë realisht momenti më i bukur i jetës time me Timat. Nuk e di domethënë nëse nesër unë do të humb kujtesën, e di që atë moment unë nuk do ta harroj kurrë. Jam pastër në fytyrë? Okej. Më pasi takova Timat, u përqafuam, i them, do futemi në fushë, them, festojmë dhe ne si tifozët e tjerë, vetëm të lutem, dua të mos afrohesh shumë me njerëzit, se kisha dhe merak. Më thotë mua, dua një foto me Çinarin, thotë. Edhe unë, në sekondi, e kam kapë Çinarin, dua një foto me Timati, them, dhe babi hoqi maskën, edhe bën foto me Çinarin dhe i thot faleminderit, i thot. E shija që ishte shumë i emocionuar, se ai është tifoz përpara meje, ka kaluar shumë me Partizanin. Ndoshta mund ta doj më shumë se unë si ekip për shkak të viteve që ka kaluar, po mua ma ka futur aq shumë në zemër si skuadër, sa njësoj si mendoj se çdo donte t'ja jepte një djalë, ashtu jam bërë dhe unë për atë. Marrëdhënia ime me Timat është aq e mirë sa unë nuk mund ta konsideroj vetëm një baba, unë atë e kam shok, e kam vlla, e kam një person që unë mund t'i them çdo gjë dhe e di që ai nuk do të më kthej kurrizin. Ndoshta edhe kjo pjesa e stadiumit na ka lidhur më shumë, ndoshta nga që ashtu është ai, ndoshta edhe nga fakti që ai nuk ka çunë dhe unë isha çuni atij. Edhe ma thot edhe sot dhe kësaj dite që ti je çuni babit. Pastaj po atë vit ne duhet të ngrinim kupën, sepse në atë ndeshje nuk e ngritëm kupën. Jeshtë u shpallëm kampion matematikisht. Kemi festuar deri vonë, por ishte momenti i kupës që do ishte ndeshja kundër Kusit. Ka qenë 1-0 ndeshja për Kusin dhe Çinari sërish barazon, edhe nuk e le Partizanin që të humbas, as kundër rivalit, sepse në atë vit ishte Kusi që rivalizonte me ne për titullin kampion. Dhe del ndeshja 1-1 dhe më mbrapa do jepej kupa, do shpalleshin kampion. Dhe pasi bëhet ceremonia, i them babit që ti do vish, i them, se unë e di që ti e do një foto me kupën në shtëpi. Edhe e marrë dhe në atë moment u bën një lëmsh me kupën, tifozë që donin të vinin të bënin foto dhe e merr drejtori i Partizanit, Olsi Rama, e merr kupën dhe thotë, asnjë s'do bëjmë foto, do ikim tani. Ndër rezultatet e arritura të Partizanit mund të përmendim. Në Kupën e Kampionëve, Partizani Austra e Vjenës 1-0 në vitin 1981, Partizani Celtic 1-0 1979 dhe Partizani Köln 0-0 1964. Në Kupën Intertoto, kualifikimi për në raundin e dytë në vitin 2003 pasi fitore ndaj Maccabi Natajna 2-0 në Tiranë. Në Kupën e Kupave, Partizani Feyenoord 0-0 në vitin 1991, Partizani Malmo 0-0 në vitin 1980, si dhe Partizani Torino 1-0 në vitin 1968. Në Kupën Ballkanike, fitore ndaj Stara Zagoros në vitin 1970. Trofet që skuadra e Partizanit numëron përfshin 16 trofet fituar në Ligën Superiore të Shqipërisë, 15 trofet fituar në Kupën e Shqipërisë, 3 trofe në Superkupën e Shqipërisë, 1 trofe në Kupën e Ballkanit.
Dhe unë i them, drejtor të lutem, nëse ke mundësi, doja një foto, i thash me kupën babit tim, sepse ai sapo është operuar dhe ka ardhur në stadium vetëm për këtë gjë. Ai e jep kupën patjetër thot. Edhe ka bërë foto babi me kupën, po kam një pishman nga ajo ditë se unë dhe babi nuk kemi një foto të dy bashkë me kupën, ndoshta nga nxitimi që bëje shpejt që t'ikim, se do unë isha në punë pak më vonë. Po nuk e bëm dot atë foto, megjithatë e kemi veç e veç të dy, edhe ndoshta edhe ashtu është mirë. Ka pas shumë histori me Partizanin, po siç e thash, kjo është viti i titullit kampion ka qenë më i bukuri për mua dhe sigurisht dhe për timat. Kemi kaluar shumë gjëra me njëri tjetrin, kemi shkuar në transferta, në stadiume të ndryshme të Shqipërisë, madje dhe kur ai nuk donte, isha unë që thoya, do vish apo do ikim autobus me tifozët, do vish apo jo. Dhe u detyronte që mos të mlinte vetëm, u detyronte që të vinte të më shoqëronte mua. Realisht ka pasur një numër rritje të femrave në stadium, duke e krahasuar me periudhën kur unë kam pas shkuar jo më larg se para 7-8 vite, pasi në atë periudhën isha jo e vetmja femër, po mund të kishte 3-4 femra, maksimumi, domethënë ky ishte numri më i lartë, ndërsa tani femrat shkojnë në stadium, kjo pasi kanë bashkëshortin, vëllain, një shok që mund të luaj, por edhe sepse thjesht duan të shohin ndeshjet në stadium. Dhe për mua kjo është gjë shumë e mirë, pasi prania e femrave në stadiumet shqiptare do të ndihmonte shumë edhe meshkujt për të zbutur gjakrat, për të ulur ofendimet dhe gjithçka tjetër. Formacioni i parë historik i skuadrës Partizani, asa kohë e njohur si skuadra ushtria, përbëhej nga Bonati, Luga, Tepelli, Demneri, Fagu, Rexhepi, Hoxha, Teliti, Kavaja, Bakalli dhe Bylyku. Lojtarët më të njohur që kanë luajtur për skuadrën e Partizanit ndër vite janë Abdurrahman Roza Haxhiu, Igli Tare, Safet Berisha, Erion Bogdani, Edmond Kaplani, Adriana Liaj, Ylli Shehu, Ledio Pano, Skerdilaj Curri, Klodian Duro, Perlat Musta, Refik Resmja, Loro Borici, Blendin Albani, Lefter Milo, Ilir Shulku, Suleman Starova, Agi Murati dhe Genc Tomorri. Tani që jam edhe në punë si gazetare, i shoh ndeshjet me një tjetër sy, po sërish e dua shumë atë ekipin e Partizanit dhe kur të gjithë thonin fillim që shikon me kalimin e vitet gjëra do të zbehen, nuk janë zbehur realisht. Unë punën time e bëj me profesionalizëm, e ri mbi kokë, kam bërë intervistat e Tirana, te Kuksi, në ekipe të tjera dhe i kam bërë ashtu siç duhet. Pra unë jam trevisa, jam gazetar, ama në momentin që unë dal nga ajo pjesa punës, unë nuk mund ta mohoj që unë e dua Partizanit. Dhe e din, jo vetëm njerëzit që unë punoj, po edhe tifozët e din që trevisa e do Partizanin njësoj si ditën e parë. Dashurim për skuadrën, a do doja t'ja trashëgoja fëmijëve të mi, është një pyetje që ja bëj shpesh vetes. Pasi duke ditur se sa shumë e ndjek futbollin dhe se sa shumë bëj për ekipin e zemrës, ose emocionet që përjetoj, them, fëmia im nuk duhet i përjetoj këto emocione, pavarësisht se janë realisht shumë të bukura, po nëse do ta marrin kështu si unë që janë gjithkohon si, pse, o zot sa frikë, pse sa shu, janë ca pyetje që ose ca momente që them më mirë të mos i kaloj, pastaj them nuk t'i heq të drejtën dhe të përjetoj ndjesinë më të bukur që mund të përjetoj një njeri, them kjo është e padrejtë. Megjithatë i mat thotë që ti mundos sa dush mos e bësh fëmin tifoz se rregulloj gjyshi pastaj, po vetëm bëje ti një herë. Kështu që nuk ka ku të shkojë dhe fëmia im sigurisht do bëhet tifoz në të ardhmen. Kur ta kenë, sepse tani nuk ka një.